Unë do të vijoj me një tjetër person të panelit. Sa herë që flas për atë në çdo event, nuk I gjej dot fjalët e dukura, sepse meriton më shumë se sa mund të them unë. Është ai I cili organizon çdo event, I cili punon fort për shoqatën e gjatë, dhe unë kam nderin më të madh të ftoj në fjalimin Aldo Sullallari. Rruga e gjatë, vazhdojeni duart të fikën. Faleminderit. Faleminderit Angel. Faleminderit Aldo. Fillimisht falenderoj të gjithë pranishmit në këtë konferencë, që ishte e larmishme edhe konferencë dhe ditë feste për ne. Ju drejtojmë të gjithëve që keni ardhur në këtë konferencë, ju falenderoj shumë me shumë dashuri për prezencën tuaj. Në këtë ditë shumë të rëndësishme për shoqatën shqiptare të shpëtimit e njohur ndryshe si shoqatën e gjatë. Sot në këtë ditë të shenjtë të 28 nëntorit kam nderin që të flas jo vetëm si presidenti I shoqatës në gjatë Albania, por si një shqiptar që e do vendin e vet me shumë shpirt. Sot flamurimi nuk është thjesht një simbol, është zemra një kombi që ka rezistuar, është ngritur, është zhvilluar dhe vazhdon të ecë përpara me shumë dinjitet. Shqipëria jonë e vogël, por e madhe në shpirt, ka treguar se kur një popull mban gjallë vlerat e veta, nuk ka sfidë që përballon. Dua të ndalem pak minuta për të folur për këto parullat që ne kemi patur për kaq shumë kohë që I quhen me hashtagun krenaria shqiptare. Shqiptarët janë një popull me historinë e vet, me besën dhe dinjitetin kombëtar dhe me një trashëgimi unike që sot nderojmë flamurin ton kuqezi. Krenaria shqiptare nuk matet me territor, por me vlera. Nuk matet me pasuri, por me karakter. Ne jemi një kombë që kemi pritur perandori, sfida, luftra dhe shumë vuajtje, por gjithmonë kemi dalë shumë të fortë dhe gjithmonë me kokën lart. Ky është populli shqiptar që unë dua të përfaqësoj sot para jush, nëpërmjet jush dhe nëpërmjet mediave që do të reflektohet ky aktivitet. Një popull punëtor, I mençur, I duruar dhe gjithmonë gati për të hapur krahët. Dhe pikërisht prej këtij karakteri vijnë dhe vendimet e mëdha që Shqipëria mori vitet e fundit. Vendime që kthyen vendin tonë në një shembull rajonal. Shqipëria sot po ecën drejt një ekonomie moderne. Rritja e investimeve të huaja, zhvillimi I turizmit, digitalizimi I shërbimeve, stabiliteti financiar, reforma strukturore që ka krijuar një terren të ri ekonomik. Vendi ynë nuk është Shqipëria e varfërisë dhe e paragjykimeve. Shqipëria është e energjisë të re dhe e zhvillimit të potencialit. Sigurisht që ka gjëra për të përmirësuar, por sot Shqipëria ka një treg të hapur dhe konkurrues, politika fiskale të stabilizuara, investime strategjike në infrastrukturë dhe një ekonomi që çdo vit vihet mbi themele më solide. Ky është realiteti. Kush sulmon Shqipërinë, kush tenton të përçmoj popullin shqiptar, nuk flet mbi fakte reale, por flet në pas të ignorancës. Dua t'i shpreh mirënjohjen time të thellë shtetit shqiptar, institucioneve shtetërore, ministrive, bashkive, policisë, strukturave të sigurisë, si dhe të gjithë atyre që kanë punuar me mua me profesionalizëm për integrimin e komunitetit iranian të dezertuar nga kampi terrorist Mujahedin dhe për çdo refugjat në Shqipëri. Shqipëria nuk është vetëm një vend që hap dyert. Shqipëria I hap dyert mbi të gjitha me zemër. Dhe kjo nuk është vetëm një vlerë morale, por është një detyrim ligjor ndërkombëtar, sepse Shqipëria është pjesë e konventës së Gjenevës me statusin e refugjatit në vitin 1951. Protokolli të vitit 1967 për të drejtat e refugjatëve, konventave ndërkombëtare të drejtave të njerëzit, standardeve të Këshillit të Evropës, kolonizës së integrimit sipas të gjitha institucioneve që janë aleate të Bashkimit Evropian, dhe vendi ynë ka vepruar me dinjitet dhe profesionalizëm. Kjo është Shqipëria që unë dua t'i tregoj botës.
Shqipëria që nuk i mbyll kur dyert, por vetëm i hap. Shqipëria që nuk diskriminon, por vetëm ndihmon. Shqipëria që nuk ndërton mure, por vetëm ura. Sot, Shqipëria është më afër se kur Bashkimit Evropian. Ne kemi plotësuar kritere, kemi miratuar ligje, kemi bërë reforma shumë të vështira. Shteti i së drejtës po forcohet. Institucionet po modernizohen. Standardet europiane po bëhen realitet në praktik. Dhe si presidenti i shoqatës në gjatë, unë shpreh bindjen time të plotë se Shqipëria po meriton të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Dhe për këtë dua një duartokitje shumë të madhe për hapat e mëdhet që kemi bërë, dhe Shqipërinë tonë të dashur, politikën e vështirë, por së bashku gjithmonë do ja dalim të kemi një Shqipëri dinjitoze përballë të gjithë Europës. Sepse Shqipëria është pjesë e Europës. Në fakt, Shqipëria do të jetë pjesë e Europës, po jo si pjesë e një kërkimi lëmoshe, por si një vend që kontribuon dhe respekton ligjet dhe i përmbahet vlerave dhe standardeve europiane. Sot dua të ndalem në një tjetër çështje serioze dhe kam dëshmitar. Së fundmi, Ahmed Vakif, që dua të më ndjeki këtu, dhe Ali Rahmati, nuk e di nëse është anonim apo jo, të më ndjeki nëpërmjet kësaj deklarate mediatike, të cilët kanë sulmuar me pafytyrsinë më të madhe Shqipërinë dhe kanë sharë popullin shqiptar dhe kanë hedhur baltë mbi karakterin tonë, mbi karakterin e këtij vendi. U bën ata të flasin për Shqipërinë. Kam një përgjigje shumë të thjeshtë. Ja kush jemi ne, të na shohin se kush jemi ne, dhe të marrë para informacione se kush është shoqata në gjatë se çfarë jemi ne të aftë të bëjmë përpara se të dalin të bëjnë telefonata anonime te anëtarët e shoqatës në gjatë për t'i sulmuar me pafytyrsinë më të madhe dhe për të denigruar imazhin e shoqatës time që po lufton me gjak për t'i ngritur këta iranianë dhe për t'i bërë qytetarë me të drejta të barabarta si çdo individ tjetër në Republikën e Shqipërisë. Ne shqiptarët kemi mbrojtur dignitetin brez pas brezi. Ne jemi Shqipëria që ka strehuar mira njerëz në momente lufte, dhune dhe krize. Ne jemi kopi i Skënderbeut, i Ismail Qemalit dhe i Nën Terezës, kopi atyre që kanë ndërtuar dhe jo shkatruar. Ata që kanë shkatruar është Masud Raxhavi, Mariam Raxhavi, shoqët e veta dhe ato komandantët e veta servile që nga atje që detyrohen të jetojnë të mbyllur në ato në gjapin e vetë dhe të jenë të skrupullur si shejtan dhe një kamp të erëve politik dhe që janë të detyruar të përgjigjen para drejtësisë shumë shpejt me avokatët tanë pëllum zallumi dhe me lirë murën do përballë drejtësisë për çdo shtifje që kanë bërë kundrejt strukturës tonë të shoqatës në gjatë. Kush flet kundër Shqipërisë nuk e njeh historinë tonë. Dhe kush e ndërson Shqipërinë nuk ka kuptuar humanizmin tonë. Kush i ka fyer shqiptarët tregon nivelin e tij dhe jo tonin. Dhe nuk dua të përgjigjem me fyerje, pavarësisht se jam ignorant. Shqipëria ka vlera të larta. Dua të flas hapur, qartë edhe pa frikë. Me ka ardhur në Shqipëri për t'u integruar, por nuk lejon që ata të integrohen ata antarë që bëhen si kapi aty të mbyllur në i kampi në Durrës. Dhe duhet të respektojnë ligjet sepse nuk janë këto parimet e kontratës që ka qenë bashkëpunimi midis institucioneve shtetërore. Ata kanë ardhur për të mbajtur njerëzit e mbyllur, të izoluar, të kontrolluar dhe të manipuluar me lavazhe truri. Shqipëria nuk është një tokë ku njerëzit mbyllen. Shqipëria është një tokë ku njerëzit lirohen. Shoqata e gjatë është këtu pikërisht për këtë arsye. Tu japi zë atyre që nuk kanë zë dhe janë vulnerabël.
T'u japi liri atyre që dikush i ka bajtur të mbyllur. Të nxjerrin zërin e familjeve që janë në Iran dhe kërkojnë të drejtat e tyre për krijuar lidhjet familjare këtu në Shqipëri. Të japim integrim dhe dinjitet njerëzor. Ne nuk punojmë me dhunë, ne nuk punojmë me presion. Ne punojmë me ligj, punojmë me transparencë dhe me humanizëm. Kush i mban njerëzit e mbyllur bie ndesh me të gjitha konventat ndërkombëtare të drejtave njeriut, përfshirë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat ata e kanë shumë për zemër, por po e kapin në flagrancë shumë shpejt dhe do të kenë shumë shpejt dënimin e merituar nga gjitha konventat ndërkombëtare. Kush kërkon të manipulojë të ardhmen e refugjatëve nuk ka vend në demokracinë e përbashkët. Shoqata e gjatë do të vazhdojë të punojë çdo ditë për të integruar shoqërinë shqiptare dhe për të dhënë shpresë, punë, gjuhë, arsim dhe trajnim për një jetë të re. Sot në ditën e flamurit dua ta mbyll me një mesazh në zemra. Shqipëria është shtëpi. Shqipëria është shpresë. Shqipëria është dinjitet. Dhe ne jemi popull i vogël në hart, por pafund me zemër të madhe. Dhe ne dim të luftojmë, dim të ndërtojmë, dim të falim, dim të ngrem dhe dim të ngrem edhe parazitët nga palka. Dhe sot përpara flamurit dhe parullës së krenarisë shqiptare, u premtoj një gjë. Shoqata e gjatë do të vazhdojë të mbrojë dinjitetin e Shqipërisë, refugjatëve besnik dhe çdo njeriu që kërkon drejtësi. Rrof Shqipëria, rrof flamuri të shëndet, rrof Shqipëria, rrof drejtësia, rrof të ardhmja, dhe bashkë do jemi përpara. Faleminderit shumë. Faleminderit Ajdo dhe ashtu si gjithmonë shkëlqen.